Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në gjatë Pireva, shtetas i Republikës së Kosovës nga Kamenica dhe ish pjesëtari Policisë së Kosovës për rreth 14 vjet, është arrestuar nga autoritetet serbe në pikën kufitare dhe u i bardh në orët e para të mëngjesit të sotëm, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës. Pireva po udhëtonte drejt Bujanocit së bashku me bashkëshortën dhe fëmijët e tyre. Sipas njoftimit të policisë, pas marrjes në pyetje për rreth 4 orë, Pireva është liruar. Ministria u ka bërë thirrje qytetarëve të Republikës së Kosovës që të shmangin kalimin përmes territorit të Serbisë deri në informacione të mëtejshme për të siguruar mbrojtjen e tyre. Ish komandanti i UÇK-s Fatmir Limaj shënoi 20 vjetorin e gjykimit lirues nga gjykata ndërkombëtare e Hagës. Duke theksuar se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte e drejtë dhe mbrojtur për të drejtat e popullit, Limaj rikujtoi sfidat e procesit gjyqësor ndaj tij dhe bashkëluftëtarëve, duke u përballur me akuza pa mbështetje institucionale në një kohë kur Kosova nuk kishte shtet. A i theksoi se edhe sot, pas 2 dekadash, UÇK-ja dhe bashkëluftëtarët po sfidohen në Hagë, duke i cilësuar shpifjet dhe fabrikimet ndaj luftës çlirimtare si të papranueshme. 20 vjet pas sërish nga Haga pritet një vendim. Dhomat të specializuara të Kosovës ende nuk kanë përcaktuar një datë të saktë se kur do të shpallet vendimi për 4 ish udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndonse mbetet në duart të gjyqtarëve janë edhe afatet kohore, që parashohin se pas deklaratave përmbyllëse, që pritet të jenë me 13 shkurt të vitit të ardhshëm, gjykatësit obligohen që në afat prej 90 ditëve të marrin një vendim dhe ta shpallin atë. E në prag të përfundimit të procesit, domat e specializuara kanë hedhur poshtë kërkesën e mbrojtjes së Thaqit për thirrjen e ish shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Bislim Zyrapit, si dëshmitar, duke pranuar si prova vetëm deklaratat e tij të mëparshme. Policia raportoi se 2 raste të rënda në fushë Kosovë gjatë 29 nëntorit. Në rastin e parë, një grua u sulmua me thik nga i fejuari i saj dhe u dërgua në QKUK në gjendje kritike, ndërsa i dyshuari u arrestua. Në rastin tjetër, një shofer u plagos lehtë kur një person shtiu me armë zjarri pas një mosmarrëveshje në trafik, ndërsa i dyshuari është në Arati. Në Prizren, një burr u gjet i vdekur në banesë dhe rasti është në nënhetime. Në rajonin e Pejës u raportuan disa raste dhune në familje, mbajtje armësh dhe lëndime trupore. Subjektet politike kanë mundësi edhe sot t'i deklarojnë koalicionet parazgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Deri në orën 14, 12 parti politike kanë plotësuar formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, i cili është i ngjashëm me formularin e proceseve të kaluara zgjedhore. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërteditur se këto parti politike janë PDK, LDK, Kosovaki Nevi Romani, Partia Jedinstva Goranska, Partia za Slobodu Pravdu i Opstanak, Kosova Demokratik Turk Partisi, Partia Liberale Egjiptiane, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Social-Demokratska Unia, SDU, Lista Serbe, Iniciative e Re Demokratike e Kosovës dhe Fjala. Afati për aplikim të subjekteve politike për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit ka nisur me 24 nëntor dhe përfundon sonte në orën 23:59. Danezi Peter Sorensen do të vazhdojë edhe për së paku 2 vjet si i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë janë pajtuar tashmë vendet anëtare dhe pritet që në javët në vijim kjo gjë vetëm të formalizohet. Bashkimi Evropian vazhdon të insistojë se progresi në rrugën evropiane si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë varet drejt për drejt nga avancimi në procesin e dialogut.
Në takimin e dhjetorit të ministrave evropian, pritet të rikujtohet palëve se, në mungesë të përparimit në normalizimin e marrëdhënieve, ato rrezikojnë të humbasin mundësi të rëndësishme. Autobuset të kryeqytetit nuk do t'i kthehen punës as nesër. Greva e punëtorëve të trafikut urban do të vazhdojnë nga ora 10. Kështu ka konfirmuar për Radio Kosovën kryetari i sindikatës trafikut urban Ilmi Gashi, duke thënë se greva do të vazhdojë deri në momentin që Komuna e Prishtinës ta shlyejë borxhin që ka ndaj operatorëve publik dhe atyre privat. Zyrtarët e trafikut urban kanë theksuar se të gjitha biletat mujore të paguara do të kompensohen ditët në të cilat shfrytëzuesit nuk kanë mundur të përdorin shërbimin e transportit. Islam Selmani ka shkruar historinë e kampionatit botëror të karates në Kairo të Egjiptit. 20 vjeçari ka fituar medaljen e argjend në kategorinë deri në 60 kg, pas një paraqitje të jashtëzakonshme me 6 fitore radhazi deri në finale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se hapësira ajrore e Venezuelës duhet të konsiderohet e mbyllur. Presidenti Amerikan Donald Trump tha të shtunën se hapësira ajrore mbi dhe përreth Venezuelës duhet të konsiderohet e mbyllur në tërësi, duke shkaktuar ankth dhe konfuzion në Caracas, ndërsa administrata e tij po rrit presionin mbi qeverinë e presidentit Nicolas Maduro. Për të gjitha linjat ajrore, pilotët, tregtarët e drogës dhe trafikantët e qenieve njerëzore, ju lutem konsideroni hapësirën ajrore sipër dhe përreth Venezuelës të mbyllur në tërësi, ka shkruar Trump në një postim në Truth Social. Zyrtarët amerikan të kontaktuar nga mediat nuk kishin në dieni të ndonjë operacioni ushtarak amerikan për të zbatuar mbylljen e hapësirës ajrore të Venezuelës. Në një deklaratë të shtunën pasdite, qeveria e Venezuelës dënoi komentet e Trumpit, duke i përshkruar ato si një kërcënim kolonialist kundër sovranitetit të Venezuelës dhe në shpërputhje me të drejtën ndërkombëtare. Postimi i presidentit Trump përfaqëson një akt armiqësor të një anshëm dhe arbitrar të papajtueshëm me parimet e së drejtës ndërkombëtare, thuhet në reagim. Administrata e presidentit Trump ka peshuar opsionet që lidhen me Venezuelën për të luftuar atë që e ka portretizuar si rol të Maduros në furnizimin me drogë të palegjshme që ka vrarë amerikanët. Presidenti socialist i Venezuelës ka mohuar të ketë ndonjë lidhje me tregtinë e palegjshme të drogës. Në media janë raportuar shumë opsione që po shqyrtohen nga Shtetet e Bashkuara, ku përfshihet edhe një përpjekje për të rrëzuar Maduron dhe se ushtria amerikane është gati për një fazë të re operacionesh, pas një grumbullimi masiv ushtarak në Karaibe dhe gati 3 muaj sulmesh ndaj anijeve të dyshuara për drogë pranë brigjeve të Venezuelës. 4 persona kanë vdekur pasi u qelluan me armë zjarri në një aheng në shtetin amerikan të Kalifornisë. Të paktën 4 persona janë vrarë nga të shtënat masive në festën e ditëlindjes së një fëmije në Kaliforni të shtunën në mbrëmje, njofton policia. Policia tha se mori raportime pak para orës 18 sipas kohës lokale për të shtënat që ndodhen në Stockton. Mund të konfirmojmë në këtë kohë se afërsisht 14 individ janë qelluar me armë zjarri dhe 4 viktima janë konfirmuar të vdekur, ka njoftuar zyra e sherifit të qarkut në një postim në X. Sipas policisë, po kryhet një hetim dhe informacioni mbetet ende i kufizuar, por shenjat e para sugjerojnë se ky mund të jetë një incident i paramenduar dhe hetuesit po shqyrtojnë të gjitha mundësitë. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim.